Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën e peshqve për muajin shkurt. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do shohim se si do jetë ky muaj për ju. Dhe ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë shohim se si do jetë ky muaj për ju. Është një muaj me Marsin që është në ujor, do aktivizohet sektori në të fsheta. Gjithsesi, në lidhje me ju, është një muaj ku ju do ndjeni nevojën për të bërë një hap mbrapa, për të marrë frymë, për të angazhuar me veten tuaj. Mund të ndjeni shumë të lodhur dhe trupi juaj ka nevojë për një pushim. Mos e detyroni veten që të bëni aktivitete jashtë mundësive që ju keni, por është edhe një muaj ku vetë analize, ndërrimi dhe rimbushje energjish në lidhje me ju. Është një muaj ku do të sjellë armiq të jashtëm të padukshëm. Kështu që duhet keni kujdes gjatë këtij muaji. Do ishte më e mira që ju të tregoni të kujdesshëm se kujt i besoni, kujt i jepni kohën tuaj dhe njerëzit që ju mund të qëndroni. Dhe këtu flasim për pjesën e jashtme, për persona të jashtëm. Atëherë, armiqt tuaj mund të shfaqen në gjatë kësaj periudhe. Ju do përballeni me një periudhë shqetësimesh, frikë të paqarta, zemërimi, mund të ndjeni të zemëruar, por diçka do t'ju haj brenda për brenda. Gjithsesi, duhet keni kujdes në lidhje me këto situata. Ju do t'jepni hapësirë ndjenjave tuaja. Nuk duhet friksoheni, nuk duhet të injoroni gjërat që ju ndjeni dhe mendoni. Duhet të shkruani një ditar gjatë kësaj periudhe në momentin që ndiheni që keni nevojë të futeni brenda vetes, të bëni meditime, të bëni yoga, të dëgjoni muzikë, aktivitete të ndryshme që ju relaksojnë. Gjithsesi do keni gjumin, do ta keni me ëndra, do ketë ëndra gjatë kësaj periudhe. Por gjithsesi duhet kujdeseni dhe në lidhje me shëndetin tuaj, sepse trupi juaj mund të ndihet shumë i lodhur. Mendja juaj është vështirë që të qëndrojë dhe të jetë shumë aktive gjatë kësaj periudhe. Duhet të flini mirë, të mbani atë rutinën tuaj të përditshme, mos abuzoni me substanca të ndryshme që mund t'ju lodhin. Nëse keni nevojë të izoloheni, mund ta bëni këtë, ndoshta keni nevojë të qetësoheni. Besoj se dhe të dashurit tuaj do t'ju kuptojnë. Gjithsesi, është një periudhë që ju do përfitoni nga kjo fazë, për të mbyllur çështje të mbetura pezulla, për të shëruar plagë dhe për të rimbushur bateritë tuaja. Atëherë shohim se çfarë do na thotë edhe taroti në lidhje me ju. Atëherë, dolën 2 letra këtu, gjithsesi po e vendos këtu. Në javën e parë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, dhe kartën e të dashuruarve. Shoh që ju do të jepni fund një lodhje të gjatë që mund të keni pasur në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, sikur çliroheni nga një lodhje, ose mund të jetë lodhje te vendi punës, ose ju mund të keni mbajtur mbi shpinën tuaj shumë lodhje gjatë një periudhe të gjatë. Gjithsesi, është fillimi i javës, ju çliroheni nga një lodhje që mund të keni kaluar, ose ju mund të bëni disa punë njëkohësisht, mund të bëni 2 punë njëkohësisht, kjo gjë ju ka lodhur, mund të mbyllni projekte, bashkëpunime të ndryshme për një pjesë tjetër. Dhe në mesin e javës, shoh që do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, dhe shoh që do keni një takim me një person. Për pjesën tjetër, ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me punën, nga ana ekonomike ose me situata dhe çështje të ndryshme,
por kjo ka lidhje më tepër me fillimet e reja. Mund të jetë një biznes i ri, një punë e re, një bashkëpunim i ri. Do keni dhe kontrata gjatë mesit të javës dhe në fund të javës ju shoh shumë të dashuruar. Për pjesën e beqarve ju do keni takime, duhet keni kujdes sepse një person i tretë në mënyrë të fshehtë sikur po ju ndjek ky person. Gjithsesi ju shoh që do ndjeni më mirë, do jeni të dashuruar gjatë fundjavës, por shoh diçka të fshehtë këtu sepse një person në mënyrë të fshehtë ju ndjek. Dhe vazhdojmë në javën e dytë, por ndërkohë shoh që do keni dhe partneritete shumë të mira. Këto kontrata që do lidhen në javën e parë, ju mund të hyni në një partneritet dhe aty shoh që do jetë një partneritet i mirë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, shoh që dëshironi të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Dëshironi të lini mbrapa ato vështirësitë që ju keni kaluar, si në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, te vendi punës, nga ana ekonomike. Një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me dokumenta ose edhe me pjesën e studimeve, por dhe me anën shëndetësore. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që ju mungon një dashuri, edhe pse jepni një drejtim më të qetë gjërave tuaja, do ndjeni mungesën e një dashurie, mungesën e parave, do ndjeni të lodhur. Duhet keni kujdes se do keni probleme me shëndetin tuaj. Mund të jetë është më tepër lodhje fizike dhe në fund të javës ju shoh që ju do ndjeni më të sigurt në veten tuaj në lidhje me gjërat që ju do bëni. Dhe këtu flasim, do ndjeni më të sigurt në lidhje me një dashuri. Për gjithë ata që ju mungon dashuria, ju do ndjeni sigurt, jeni gati për të kërkuar një person. Për pjesën tjetër shoh që do arrini të stabilizoni situata të ndryshme në lidhje me anën ekonomike, me shëndetin tuaj, por ndërkohë do merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë shoh që ju do jeni të energji e shenjave të tokës, nuk tham, energji e shenjës së luanit dhe energji e shenjave të zjarit. Gjithsesi, ju shoh që keni kaluar shumë male me borë, keni kaluar shumë vështirësi, si në lidhje me dashurinë, një pjesë tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike, ose edhe në lidhje me një blerje që doni të bëni. Mund të jetë blerja një shtëpie, blerja një makine, ose blerje të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Por shoh që ju do merrni dhe një shumë parash dhe parat do jenë në rritje, se kalojmë nga 980 që është maksimumi, dhe ju shoh që do arrini të stabilizoni anën ekonomike. Ndërkohë do stabilizoni punën tuaj ose situata dhe çështje të ndryshme ku ju keni kaluar vështirësi. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që gjeni forcën, edhe pse keni kaluar shumë sfida, ju gjeni forcën të ecni përpara dhe shoh që mund t'i përkushtoheni dhe vetes, të keni sharm, të ndjeni mirë me veten tuaj, ndoshta do ndjeni me blerjen e një shtëpie, me një stabilitet ekonomik, me marrjen e disa parave, kjo do t'ju bëjë që ju të ndjeni më të lumtur me veten tuaj. Për një pjesë tjetër, ka lidhje me fëmijët tuaj, ndoshta ju do mbështesni fëmijët tuaj gjatë kësaj periudhe. Do keni kontrata të rëndësishme. Mund të jenë kontrata shtëpie, sepse shoh që keni blerje, por mund të jetë dhe zhvendosje. Mund të jetë një kontratë pune ose kontrata të ndryshme ekonomike në lidhje me bizneset ose diçka tjetër. Gjithsesi, në fund të javës shoh që ju arrini të stabilizoni përsëri situatat. Ose ju mund t'i shihni gjërat më qartë në mesin e javës në lidhje me disa para, me një blerje ose diçka tjetër, por në fund të javës, për pjesën e personave që janë beqar, shoh që do keni një takim me këtë person, do ndjeni shumë entuziast, ju ndjeni të lumtur, ndoshta do t'i shikoni gjërat më qartë në lidhje me këtë person, por ndërkohë do arrini të stabilizoni njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, do hidhni themelet forta në lidhje me gjithçka. Në momentin që të bëni këtë blerje shtëpie, ju sigur hidhni themelet forta, ose blerjen e një makine, do ndjeni më të sigurt
varet, mund ta keni për shërbime pune ose diçka tjetër, por gjithsesi ju shoh edhe në festime. Ju jeni duke festuar stabilitetin që ju do harrini deri në fund të javës së tretë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë, energjia e shenjës së akretit dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë për pjesën e personave që do hynë në një njohje, që do kenë një takim me këtë person, shoh në fund të javës së tretë, në fillim të javës së katërt, ju shoh që do jeni duke shkëmbyer ato emocionet me njëri tjetrin, shoh që është një muaj shumë emocional me njohje të reja, por me takime, por dhe me bashkime shoh. Por ndërkohë mund të keni dhe partneritete, mund të jenë partneritete në biznes, partneritete pune ose diçka tjetër, por gjithsesi jemi te energjia e akrepit ku ka planet Plutonin, ju dëshironi të bëni një ndryshim të madh. Mund të jetë një transformim shpirtëror në momentin që takoni këtë person që do hyni në njohje. Mund të jepni fund diçkaje që nuk ka funksionuar deri tani dhe shoh ndryshime të mëdha në jetën tuaj, por mund të jetë ndryshim te vendi punës, mund të jetë një ndryshim ekonomik. Gjithsesi, ana ekonomike do jetë në rritje gjatë këtij muaji, edhe pse në mes të javës dytë ju do ndjeni mungesën e parave dhe në fund të javës ju shoh që jeni të vendosur në qëllimet tuaja. Ju shoh me shumë pasion, me qëllime në lidhje me njohjet që do krijoni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por do t'i vendosni qëllime vetes dhe në lidhje me stabilitetin e situatave të ndryshme që ju mund të keni. Ndërkohë për një pjesë tjetër do keni kontrata përsëri. Gjatë këtij muaji do keni kontrata në lidhje me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme të vendit punës, dhe shoh që ju do jeni shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Gjithsesi, është një muaj i mirë, por e shoh më tepër një muaj që ju do ndiheni, do keni njohje të reja, do keni takime, do ndiheni të dashuruar, por do të jepni fund një lodhjeje situatave të ndryshme që ju mund të keni, një transformim shpirtëror, por dhe stabilizim të situatave të ndryshme. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt. Atëherë, ju shoh që mesazhi nga angjëjt ju thotë që do keni fillime të reja, thotë. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku ju jeni në pritje të këtij fillimi të ri, mund të jeni në pritje të një takimi me një person, për pjesën tjetër mund të jeni në pritje të një bashkëpunimi që mund të bëni gjatë kësaj periudhe, të një pune të re, por gjërat do fillojnë të ecin përpara, thotë, në lidhje me gjërat që ju prisni. Në qoftë se ju prisni një njohje, atëherë këtë njohje do ta keni, por do ta çoni edhe para. Në qoftë se ju dëshironi të bashkëpunoni, të bëni një kontratë, të bëni bashkëpunime të ndryshme, partneritete, atëherë ka ardhur momenti që ju të çoni gjërat para në lidhje me këtë punë ose me këtë partneritet që ju do krijoni. Ndërkohë ju shoh që do bëni dhe plane afatgjata. Duke parë gjërat që rrethojnë, ju do ndryshoni këndvështrim, por do bëni dhe plane afatgjata në lidhje me gjithçka, në çfarë do lloj situate që të jeni. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni, për gjithë ata që ndjekin kanalin Astro Tarot, ju ftoj që të bëni abonimin tuaj në këtë kanal, subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj të mbar, një mbasditë të këndshme, por edhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.